Regjia, nëse më ndihmon me deklaratën e dytë. Nga Luksemburgu, me të vërtet i lumtur, çfarë është kjo me të vërtet i lumtur? Jam çdo moment i lumtur, jam pensionist, nuk kam probleme, jam çdo herë i lumtur. E me sa duket edhe moshat e shtyra të cilat nuk janë në fakt qytetarë të Kosovës, por janë turist. Thonë që në penzion janë të lumtur. Prapa kamerave, ai na tha që sheh edhe dallime mes Kosovës dhe Luksemburgut prej nga i vinte, cilat njerëzit këtu thonin që janë më të qetë, ecin më avash. Në Luksemburg vrapohet pas parave më shumë. Por e përgjithshmja është që edhe pensionistët janë më rehat dhe më të lumtur, më komod. Ai bile ishte edhe pyetje e çuditshme çfarë është realisht një lumturi. Si e shihni moshën e shtyr në fakt këta që cilët janë në pension? Jo me patjetër mosha është determinues apo faktor kryesor që ne të ndihemi të lumtur apo jo. Prapë është subjektive mënyra se si e perceptojmë ne lumturinë apo stadin e lumturisë. Është ideja që a kemi mbrirë në një situatë ndërgjegjësimi ku ne duhet ta pranojmë veten dhe të mos krijojmë pritshmëri kaq të larta apo idealiste deri në momentin kur ne e dimë që realiteti nuk përkon me imagjinatën apo me idealizmin tonë personal. Dhe personi në fjalë, zotëria tregoi ka qenë shembull tipik besoj që lumturinë e gjen në relacion me paqen e brendshme. Dhe kështu që besoj që gjithçka rreth tij është faktor ndikues në lumturinë e brendshme për faktin që ai është i qartë dhe ka arrit me kuptu qëllimin dhe kuptimin e jetës. Kjo është ideja që ne të investojmë në mirëqenien tonë psikologjike duke ditë qëllimin e jetës, sepse zakonisht kapimi pas kënaqësive që janë momentale për një periudhë shumë gjatë dhe jo për thelbin e thellë që mund të jetë shumë a shumë afatgjatë që është pjesa edhe e lumturisë. Kështu që besoj që ky është një shembull tipik i asaj që ne duhet të ndalemi dhe të reflektojmë mbi realitetin aktual dhe të pranojmë një gjë të tillë. Mund të mendohet ndoshta që edhe njerëzit cilët janë të shtyrë në moshë më një fan forme ja kanë marrë ajkën jetës edhe tash edhe detajet e vogla i kënaqin. Pra pleqënia dhe fëminia thonë që është aty këtu e njëjtë. Pra e kanë përmbush jetën e tyre, tash kënaqen edhe me detajet vogla dhe thonë mjafton të kem fëmijët apo nipa mesa vërdall, një tyr, një dal pra familjarë që të vizitojnë. Pra ka kjo qëndron? Ka kohë të ndajnë më shumë kohë sociale me persona që i rrethon, me familjarët, mirë po është prapë po them subjektive pjesa, është shumë personale për faktin që ka studime që thonë që personat që kanë pat një aktivitet të punës, një rutinë dhe organizim ditor dhe mbas kohës që kanë dalë në penzion, nuk e kanë përjetuar shumë lehtë, madje kanë kaluar edhe kriza depresive. Mirë po jo të gjithë e kanë pas ndoshta mbështetjen sociale apo mbështetjen familjare, ose jo të gjithë kanë punu me veten, sepse ideja është që ne të reflektojmë edhe të punojmë me veten tonë, të shohim realisht cili është plani i jetës tutje, cili është stili i jetës që dëshirojmë që ne të punojmë drejt njohjes me veten dhe asaj që neve na kënaq, të investojmë në ato kategori apo tipare. Kështu që besoj që prapë është individuale, mirë po në aspektin e moshës dhe pjesa e individët që dalin në penzion, sigurisht që i duhet një farë akomodimi sikur prej zeros, nëse muj me qujtë për faktin që përfundon një stadi jetës kur kanë qenë shumë aktiv dhe fillon diçka e re, dhe besoj që edhe kjo e don kohën e vetë, po që besoj që nëse ne analimi dhe analizojmë një perspektivë pozitive,